أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك إلا ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. Me emrin Allahut të gjithëmëshirueshmit, mëshirëplotit. Ajeti I parë, abese wa tawalla, ai u vërejt dhe ktheu kurizin, kur I erdhi I verbëri. E ku mund ta dish ti ndoshta ai dëshiron të pastrohet, ose të këshillohet dhe këshilla t'i bëj dobi. Atë I cili mendon se nuk ka nevojë për Zotin, ti atij I kushton vëmendje, ti nuk ke përgjegjësi nëse ai nuk dëshiron të pastrohet. Ndërsa ai që vjen tek te, duke nxituar dhe me droj, ti atij nuk I vë veshin. Kur mos vepro ashtu, në të vërtet këto janë këshilla, dhe kush dëshiron merr mësim. Ai Kur'ani ndodhet në faqe të çmueshme, të lartësuara e të pastra. Në duar të udhëtuesve, pra melek, të ndershëm e punëmir, shkatëruar qoft njeriu sa mohues I keq është ai. Prej çfarë gjeje e krijon Zoti atë, prej një pike e krijon dhe përcakton, pastaj rrugën I alehtëson, pastaj e vdes dhe e varos. Pastaj kur të dëshiroj e ringjall, megjithatë njeriu ende nuk I zbaton ato që Allahu urdhëron. Le të shikoj njeriu ushqimin e vet. Ne lëshojmë ujë me mbushulli apo me bollëk, pastaj e çajmë tokën në thellësi dhe bëjmë që në të mbijnë drithëra. Edhe rush e perime, edhe ullinj e hurma, edhe kopshte të dendura, edhe pemë e kullota, si furnizim për ju dhe për bagëtin tuaj. Por kur të vi ushtima,
Ajo është dita kur njeriu ikën prej vëllait të vet, prej nënës dhe prej babait të vet, prej gruas dhe prej fëmijëve të vet. Atë ditë çdo njeriu i mjafton çështja e vet. Atë ditë do të ketë fytyra të shndritura, të buzëqeshura e të gëzuara. Atë ditë do të ketë edhe fytyra të pluhurosura që i kanë mbuluar errësira. Këta janë mohuesit gjunahqarët. Eudhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammad ibn Abdullah al-mabuthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunnatihi ila yawmiddin. Kjo është pra suraja Abasa. Suraja Umral, e cila është suraja 80 me radhë në Kur'an, që i ka 42 ajete, e që është sure mekase pra e zbritur në Mekke. Dhe në vete i ngërthen në gjuhën arabe 133 fjalë. Si pas disa numrimeve që i kanë bo të fjalëve që i ngërthen në vete kjo sureje e madhe. Sura Abasa, shkak dhe sebeb për zbritjen e saj, është pikërisht në periudhën duke qenë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në Mekë, kur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me dëshirë të flakt mundoheshte që njerëzve t'ua shpjegon Islamin në formën më të mirë e më të bukur. Ai target të davetit ti kishte gjitha shtresat e shoqërisë mekase. Dhe davetin e tij e kishte edhe në formë individuale, edhe në formë kolektive. E kishte edhe në formë frontale. Të gjitha metodologjitë e thirrjes islame, ai mundoheshte që të i shfrytëzon dhe zbaton vetëm qëllim që fjala e Allahut të jetë ajo më e larta. Ai nuk përjashtoi nga thirrja e tij as të varfërit, as të pasurit, as meshkujt, as femrat, as robrit, as të lirit, as të rit, as të moshuarit. Pa më parasysh statusit social që kishin shoqëria mekase, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam të gjithë i targetoi në thirrjen e tij në rrugën e Allahut azza wa jall, pra në Islam, që gjithë ata të nxjerrë prej errësirës në dritë. Sura e Mrolave, jo rastisht e ka këtë emër, shkaku se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në një ndodhi që ndodh, e që u bë shkak që kjo sure e tëra të shpallët, u mrol Muhamedi sallallahu alaihi wasallam përballë një njeriu i cili erdhi me parashur një pyetje Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Një ndodhi e mrekullueshme që deri në ditën e gjykimit na jep porosi dhe mësime se Islami çfarë përkujdesi ju përkushton njerëzve me nevoja të veçanta. Dhe sa i prerë është Islami ndaj bullizmit, ndaj klasifikimit të njerëzve, ndaj standardeve dyfishta, dhe se njerëzit para Allahut azza wa jall të gjithë janë të barabartë. Dhe ky ajet kuranor në gjuhën e sodit shekullit 21 i ka zbrit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam si qortim pikërisht në raportin e tij që pati të pahishëm kundrejt një njeriu me nevoja të veçanta. Para 1400 viteve, Islami shpall, ma mi thonë Allahu azza wa jall shpall një sure të tërën në shenjë kujdesin ndaj njerëzve me nevoja të veçanta. Sot njerëzit që e kanë mësu këtë shprehje, mundon të shtilin diçka jashtë Islamit, mundon me na tregu se sikur me pas shpik ata ujin e nxehtë që flasin për njerëzit me nevoja të veçanta, dhe na ndonjëherë musliman si pasojë dhe si rrjedhojë fakti që nuk i njohim kaptinat e Kuranit mirë dhe ajetet kuranore nuk i njohim mirë, ndonjëherë edhe qëndrojmë paksionesh disi edhe përjashtojmë veten ndaj këtyre kampanjave që bën në shekullin ton me emërtime të ndryshme, her persona me njerëz për personave me nevoja të veçanta, ma herët ju thëshin njerëzit me handicap,
lloj-lloj emërtimesh, sot i thojnë edhe bullizëm, për do thot kur me gjesta apo me fjalë dikant e trajtojmë ndryshe nga ajo që ai e meriton, e gjitha këto Kur'ani i mjekon. Gjitha këto Kur'ani i ndalon para 1400 viteve. Madje ka ajete kur'anore që në gjuhën bashkore pra janë kushtetuta islame dhe njerëzit me nevoja të veçanta janë pjesë përbërëse të kushtetutës islame. Dhe ndalimi i bulizmit nuk është vetëm një ligj, është pjesë e kushtetutës islame. Me kuptu fuqinë e përkujdesit të islamit përballë këtyre njerëzve që janë me nevoja të veçanta. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka dalë në Mekë dhe janë mbledhur rreth tij 3 apo 4 prijes të Mekës, njerëz të pastër, njerëz me ndikim. Në mesin e tyre edhe Abu Jehli. Pra njëri nga njerëzit që me të vërtet kishte ndikim në Mekë dhe e dim fort mirë në historinë islame se Abu Jehli çfarë dëmi i bëri Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ky ishte zaten edhe njeriu i parë i cili e organizoi luftën e parë kundra Muhamedit sallallahu alaihi wasallam prej Mekës që i shkoi në Bedër. Pikërisht Abu Jehli. Pra një njeri me ndikim dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam donte që ndikimi i tij në thirrjen islame të mrije edhe tek këto njerëz që kanë ndikim në shoqërinë mekase. Dhe është ul me ato me vipat e Mekës në gjuhën sode që i themi na, dhe atyre ju sqarojke për islamin, bukuritë e islamit, për imanin dhe kështu me radhë. Në një moment vjen Abdullah ibn Ummi Mektumi, radiallahu anhu, një njeri i varfër, me keli, besimtar ama. Abdullah ibn Mektumi besimtar. Këto 3 apo 4 me keli, dhe vipat e Mekës, të asnjoni besimtar. Vjen Abdullah ibn Mektumi i plus i verbër. I afrohet Muhamedit sallallahu alaihi wasallam prej anësh dhe i thot: "Ja Rasulullah, alimni mimma allamaka Allah." Ja Rasulullah thot: "Mëson prej asaj që të ka mësuar Zoti jot." Pra mëson diçka për islamin, për vahjen. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e shikon Abdullah ibn Mektumin, nuk i jep gjevap. Vazhdon me vazhdu bisedën me parin me kase. Me ato vipat vazhdon me bisedu. Ai shkaku se i verbër, shkaku se nuk e dinte se aty ka njerëz tjerë, si kish pa dhe si ka vërejt Abdullah ibn Mektumi, ja Rasulullah thot: "Alimni mimma allamaka Allah." Muhamedi sallallahu alaihi wasallam vazhdon me bisedu me ata. I thot Abdullah ibn Mektumi: "Ja Rasulullah, alimni mimma allamaka Allah." Dhe i tha edhe për së katërti, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në vete mendoi dhe tha, që pastaj rivajtit e tregojnë një gjë të tillë, tha: "Unë shtash jam të bom muhabet me njerëzit kryesor të Mekës. Unë se filloj të merrem me Abdullah ibn Mektumin, këto kanë me menduar se Islami fe e prapa mbetur, fe njerëzve që janë sakata, që janë pasy, që janë me nevojat veçanta, fukara, për njerëzit lanë të masdore." A Muhamedi sallallahu alaihi wasallam s'do kemi nënat përshtypje si Islami është vetëm për njerëz me nevojat veçanta. Do kemi tregu atimve si Islami është edhe për kryetarë të shteteve, edhe për pasurit, edhe për kryetarë të komunave, edhe për deputet, edhe për drejtora, edhe aty sikur dënjer dikush kur flet, thu se këtë drejtora, këtë ministra, këtë kryeministra e ka në xhami. Si intereson se 99% janë shoqëri e rëndom, njerëz domaqina që punojnë me ders për kafshatën e Bukës, ai intereson që ato kur dale jashtë ato të bëjnë aplauz se bravo, like kiti shumë mirë ke fal. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me vete mendoi se s'do me lënë përshtypjen për te këto se Islami është fe e njerëzve me nevojat veçanta dhe fe e fukarave. Dhe me një moment Muhamedi sallallahu alaihi wasallam umron dhe u kthi me mrona e shikoi Abdullah ibn Mektumin. Edhe pse Abdullah ibn Mektumi nuk e pa.
Ama e pa dikush tjetër. E pa Rabbul Alamin, Allahu Azza wa Jall. Dhe Allahu Azza wa Jall shpalli surën Abese, surën e mrolave, enkas për ta qortu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, për ta qortu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, se si fjalë si më mësuam e thon na, që kështu më asnjëherë mos sjellet me njerëzit që janë me nevoja të veçanta. Saqë Allahu Azza wa Jalla shpall ajetin e parë në surën Abese wa tawalla. Umron dhe ja kthej shpinën. Allahu Azza wa Jalla thot për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, umron dhe ja kthej shpinën Abdullah ibn Mektum. Edhe mos ta shofe më. An ja'ahu al-ama. Shkaku se i erdhi një i verbër Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Shifeni Allahu Azza wa Jalla këtë ndodhi e ka lënën të përmendet deri në ditën e gjykimit dhe sura e Abes lexohet edhe në namaz. Ama fatkeqësisht në ndonjëherë edhe nuk ndalemi dhe të meditojmë dhe të mendojmë në formë me film për ajetet që na lexon në namaz, se kështu na do të ndikohemi. Ta kuptojmë se çfarë respektit me pas njerëzit që janë me nevoja të veçanta, njerëzit që janë fukara, dhe të barabartë janë në kushtetutën islame. Ata janë pjesë e kushtetutës islame. Saqë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam derisa ka qenë gjallë, çdo herë që e ka pa Abdullah ibn Mektumin, i theke merhaban biman atabani rabbi fihi. Merhaba. O ti, për të cilën Allahu mua më çortoi. Merhaba. O Abdullah ibn Mektum, për të cilën Allahu mua më çortoi. Është prej rasteve të ralla që Allahu Azza wa Jall qorton Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në raport me një njeri i cili ishte i verbër. Andaj Abdullah ibn Mektumi u bë edhe muezini pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam shpesh kur largohej prej Medinës, Abdullah ibn Mektumin e linte zëvendës të vetin në Medinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pra ishte zëvendës kryetari i shtetit islam në rrethona të caktuara. Edhe pse ishte i verbër dhe ishte muezini i pari Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, i cili e thirke ezanin ma herët kurse ezanin në ditë e thirke Bilali radiallahu anhu. Kjo sure në fillim e tregon këtë shkakun e shpalljes, atë fillimi i ajetit e tregon sebepin e shpalljes së kësaj sure. Pastaj Allahu Azza wa Jall tregon në këtë sure se ti o Muhammed mundesh me u përkushtu dikujt me besu, ama mos me besu. E ki para vetës dikan që insiston në besim dhe në devotshmëri, t'ia kthe shpinën atij, merresh me këtë i cili fare nuk ndikot nga ajo që ti e thua. Në këtë sure, Allahu Azza wa Jall na e bën me dije dhe thot kella inha tadhkira. Thot kjo është për kujtim për ty dhe për gjithë ummetin tënd. Dhe na kemi nevojë shpesh këtë sure me lexu. Ndonjëherë me ditë si me trajtu edhe fukarajn, edhe të pasurin. Me ditë si me trajtu edhe gruan të shtëpia, kur është më i dobët se na. Me ditë si me trajtu edhe fëmijët si mi trajtu. Se një fëmijë është më i zgjallshëm, një është pak më i ngadalt, kjo më shpejt, ky tjetri marron t'ja kap truri, thotë që mos më i diskriminu. Kjo sure është sure e diskriminimit. Kundra diskriminimit. Që shpjegon rrezikun e diskriminimit në trajtimin e njerëzve dhe se të gjithë pa marrë parasysh statusit tyre shoqëror, na e keni obligim ata me i trajtu me të njëjtën trajt. Allahu Azza wa Jall pastaj na bën me dije dhe thot bejdi sefera. Thot ki Kur'an është në duart e melaçeve të pastërta, Kur'ani është i pastër. E njerëzit ndonjëherë me gabimet e veta, me veprimet e veta e njollosin Islamin si përfaqësues të Islamit, po përsëri Kur'ani i Islamit mbetet i pastër. Edhe pse njerëzit ndonjëherë dinë me bë gabim,
por gabimi është i njeriut jo i islamit. Pse gaboi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me Abdullah ibn Mektumin me njëri të verbër. Çdo më thonë se Islami e ka këtë qëndrim dhe se Islami e përkrah në këtë. Islami përkundrazi Allahu azza wa jalla shpalli ajete kuranore që tregoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në këtë pozicion dhe në këtë rrethon e bëri një gabim kundër njeriut me nevoja të veçanta. Dhe në fund të kësaj sureje, Allahu azza wa jalla tregon për fuqinë e tij në krijimtarinë e njeriut. Tregon se Allah e ka kriju njeriun prej një pike. Dhe kjo ndërlidhet me mendjemallsinë e njeriut. Edhe ti, edhe ai njeriu me nevoja të veçanta jeni të krijuar prej një pike. Prej një pike ujë, prej spermës jeni. Edhe ti që ki miliardat e milionat, edhe ai që s'ka buk me ongë, që ka zgat dorën, do më origjinin e kini njëjtë. Kur u rritet që qatë shumë me menu se ku shumë ka bote. Edhe ti që e kryetar shteti, edhe ai cilë është qytetari rëndomt, njëjtë jeni krijesa. Ti e prej pike, ai është prej pikës. Prej një pike ujë, dy t'jeni ju. Dy t'jeni ju prej njëjtës pikë. Ajo që njerëzit i bën të dalluar është imani dhe besimi dhe devotshmëria e tyre dhe modestia e tyre. Andaj në fund të kësaj sure Allahu azza wa jalla thot, në ditën e gjykimit, në para kësaj Allahu azza wa jalla thot thumma amatahu fa aqbara. Allahu edhe ja dha jetën, edhe në fund i vdes njerëzit, u merr shpirtin dhe i varrosin njerëzit. Bon plu dhe hinë tokë. E pastaj, thot Allahu azza wa jalla, në ditën e gjykimit, disa do të ringjallen me fytyra të bardha, e disa do të ringjallen me fytyra të zeza. Disa do të ringjallen të mërzitur e të pikllum, disa do të ringjallen dahiketum mustabshira. Disa do të ringjallen të gëzum, duke buzëqesh, duke qesh, dahike madje është. Me dahiko, mu buzëqesh, me qenë i lumtur, do thonë i gëzum me qenë. Mustabshira, edhe me dhonë myze, me dhonë elhamdulillah, mira, është qira Allah. Kështu kanë murin gjallë xhenetnit. Dahiketum mustabshira. E na ditë ka me pas disa fytyra, të cilët kanë me qenën të zeza e të nxime e që janë simbol i banorëve të xhenemit. Rezume dhe shkurtimisht për mbajtja e kësaj sureje, duke mos i në detajet e saj, është kjo. Dhe mesazhin kryesor që e marrim nga e gjithë kjo sure, se njerëzit para se mi trajtuan me trajtën islame, që ka emrin ato obligimet si muslimanin ndaj muslimanit, i kemi disa obligime që janë njeriu ndaj njeriut. Këtu mos ka përjashtim, njeriu me nevoja të veçanta. A është musliman, a është jo musliman. E kjo obligim me trajtu njëtë, atë me mëshiru, atë me nderu, atë mi dhon përparësi. Ndaj ati me qeni sjellshëm, ati mi dhon shpresa, ymit për jetë, ai mjaft e ka hallin dhe të lashën e vetë, edhe na nëse tregojmë të pasjellshëm ndaj ato. Hala më tepër ja vështirësojmë atyre njerëzve jetën. Dhe se pa më parasysh se njerëzit ndonjëherë në shikim të parë mundën mu duk se e kanë një shqis apo një mangësi që na nuk e kemi. Mos harrojmë se ai mundet mi pas shumë përparësi tjera që na nuk i kemi. Dhe se gjithë na e plotësojmë njëri tjetrin. E plotësojmë njëri tjetrin. Andaj, kur bëhet fjalë të sjellja njerëzore kashi njerëzve, nuk duhet mi përjashtu dhe klasifiku njerëzit qoftë në baza fetare, qoftë në baza racore, qoftë në ndonjë bazë tjetër status social dhe kështu me radhë, porse atyre njerëzve duhet gjithë njerëzimi së bashku me u tregu respekt dhe nder dhe me u dhon përparësi dhe me i mëshiru me respektin dhe nderin ton, që është më e vogla që mundemi të bëjmë ndaj këtyre njerëzve. Zoti ju bekoftë e ju nderoft, walhamdulillahi rabbil alamin.